Sugjerimi im i radhës për recetat e festave është kjo risotto milanese me ossobuco. Ossobuco është pjesa nga kërciri i këmbës së viçit, pra që ka këtë kockën në mes dhe është jashtëzakonisht i shijshëm. Unë kam lyer me miell dhe e kam skuqur në gjalp sa për t'i dhënë një faqe. Mishin do e gatuajmë me qep, të cilën do e skuqim fillimisht me vaj ulliri. Do të shtojmë aty edhe pak verë të bardhë dhe do të shtojmë edhe ossobuco. Shtojmë edhe pak verë dhe lëmë mishin dhe i lëmë që të gatuhen në zjarr të avat. Njëkohësisht do fillojmë të gatuajmë risotton me pak gjalp dhe qep të kuqe, sigurisht edhe verë të bardhë për ta shuar dhe zaferanon apo shafranin, i cili do i japi këtë ngjyrën e verdhë shumë të ndezur. Risotton do e gatuajmë me lëngun e zaferanos, me lëng mishi dhe gjithashtu do i shtojmë gjalp dhe parmigiano. Kjo jeshilja është një salcë aromatike me majdanos, hudër limon dhe vaj ulliri dhe tani mbetet vetëm që të bëjmë kompozimin e pjatës. Për tryezën e festave është një pjatë që ka jashtëzakonisht shumë sy dhe një shije fantastike. Bëni follow për sugjerime të tjera.